Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Remzije Osmani ka ndarë me ndjekësit një moment reflektimi dhe pasigurie profesionale. Përmes një postimi në Instagram, ajo ka treguar se ndodhet në një periudhë ku i mungon frymëzimi për projektet e reja muzikore, duke shkruar: "Zdi, kam ardhur me pushu e asnjë këngë se kam fillu, si jam të ditë çka me punu, janë sus i ditë." Ky rrëfim i sinqert ka prekur foncat të cilët i kanë dërguar mesazhe mbështetëse. Remzija, e cila ka ndërtuar një karrierë të gjatë të suksesshme, po përjeton një periudhë qetësie për të rigjitur frymëzimin dhe energjinë krijuese. Për shumë vite, ajo ka sjellë këngë që janë bërë pjesë e pandashme e muzikës shqiptare dhe vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura të skenës. Foncat e saj besojnë se kjo është vetëm një pauzë e përkohshme dhe se Remzija së shpejti do të rikthehet me një projekt të ri që do ta bëjë sërish shihun publike. Megjithatë, ndonë se momentalisht ndihet e ludhur dhe pa ide, historia e saj artistike e dëshmon se ajo do të rikthehet më fort se kurrë, me këngë që do të prekin sërish zemrat e publikut. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.